Kryeministri Edi Rama i pranishëm në konferencën ndërkombëtare mbi shkencat e jetës dhe bujqësinë që mbahet në Universitetin Bujqësor të Tiranës, u ndal tek rëndësia e vijimit të studimeve në këtë fushë, që sipas tij kërkon më shumë burime njerëzore. Rama tha se studimet në shkencat bujqësore janë jo vetëm një mundësi e mirë profesionale, por edhe një nevojë për të shërbyer më shumë vendit. Rektori i universitetit më është drejtuar me një sens urgjence dhe paniku, do thosha, për shkak të rënjes së numrit studentëve dhe domosdoshmërisë për të mundësuar që universiteti të mos mbetej pa student. Dhe praktikisht më ka kërkuar që të mbështes idenë e uljes së mëtejshme të mesatares së pranimit në këtë universitet. Ne duhet të shkojmë në të kundërtën. Duhet të synojmë që t'i japim universitetit markën e ekselencës dhe ta bëjmë tërheqës duke i frymzuar vajzat dhe djemtë që duan të hapin perspektivën e arsimit lartë për veten e tyre, përmes një mundësie të re, një mundësie që t'u jap atyre forcën e dijes për të qenë të nevojshëm për vendin, po për të qenë nevojshëm edhe kudo qoftë tjetër që ata do duan të provojnë veten. Ndërsa ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, tha se po punohet për punësimin e të diplomuarve në çdo vakancë të ministrisë që ai drejton. Përparësi për këtë, tha Salla, do të kenë ekselentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Në çdo vakancë të ministrisë do të garantojmë përfshirjen me përparësi të ekselencës së auditorëve të UBT-s. Asnjë reformë nuk do të jetë e qëndrueshme pa dijen që lind në këtë universitet. Ministria e Bujqësisë do të jetë partnere e hapur dhe e palodhur për të ecur bashkë me ju. Ne do të bëjmë që fshati të jetë më i zhvilluar, fermeri më i mbrojtur, agronomi më i respektuar dhe produkti shqiptar më i vlerësuar. Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Karl Bergner, deklaroi se integrimi në BE do të sjellë sfida dhe transformime. Prandaj kërkohet përshtatje, edhe pse do të jetë e vështirë për shkak se kërkohen ndryshime. Shqipëria është një vend, dhe mund ta them edhe nga përvoja ime, i bekuar me burime natyrore, me një tokë pjellore, klimë të favorshme dhe një traditë bujqësore që mbështetet në rezistencë e punë të madhe. Në këtë fushë disiplinore që është bujqësia, i diskutojnë sfidat, i diskutojnë mundësi, shfrytëzojnë këtë forum ditët që vijnë për të parë zhvillimet nga pikpamja e debateve, diskutimeve, sepse rrugtimi i vendit drejt Bashkimit Evropian po merr gjithmonë më tepër shpejtësi këto ditë. Nuk është vetëm një rrugtim politik, por po kështu edhe një rrugtim ekonomik, strukturor e mbi të gjitha një transformim shoqëror. Në këtë aktivitet, ekspert nga brenda dhe jashtë vendit do të ndajnë dijen, inovacionin dhe vizionin e përbashkët për një bujqësi që respekton natyrën dhe fuqizon ekonominë rurale.